Sukcese, duheshke.
Mirëdita të gjithëve, të nderuar përfaqësues të partive politike, mosafer të respektuar, të nderuar ish kryetar të komunës së Mitrovicës Zotja Agim Bahtiri dhe Morsel Ibrahimi, ministër Emri Demelezi, ministri i Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural, të dashur familjar, nëna Seb dhe gjithë ju të tjerë, bashkëshortja ime Selvete, asamblesë të gjitha partive politike. Unë kam pas fatin në nderin duke bazuar në besimin qytetar që më ka dhënë qyteti i Mitrovicës, që të ftoj mbledhjen inauguruese për të dhënë betimin e gjithë kandidatëve të zgjedhur nga gjitha subjektet politike, por nikosisht edhe si kryetari i Mitrovicës. Kështu që në përputhje me rregullat dhe procedurat, udhëzoj ose më rekomandoj që të vazhdojmë tutje asambleisti me moshën më të madhe që është zgjedhur dhe ka marrë besimin qytetar për të vazhduar me tutje pjesën e administrimit dhe udhëheqjes së seancës solemne inauguruese në përputhje me legjislacionin, praktikat dhe procedurat administrative. Faleminderit shumë me fat gjithë. Është nderi i veçantë për mua si anëtari më i vjetër të kuvendi të hap punimet e seancës inauguruese të mandatit e ri. Kjo ditë nuk është vetëm fillimi i një procesi institucional, por është fillimi i një kapitulli të ri për komunën tonë, për familjet tona dhe për të ardhmen e qytetit të Mitrovicës. Sot jemi mbledhur këtu për të marrë një përgjegjësi të madhe, për të shërbyer me përkushtim dhe integritet. Qytetarët na kanë besuar dhe ky besim duhet të merret kursi i mirëqen. Ata presin rezultate nga ne, presin ndryshimin e qeverisje dhe presin transparencë. Ata presin një kuvend për të punuar për ta e jo për interesat e ngushta. Të nderuar kolegë, në themelin e punës sonë duhet të jetë një parim i thjeshtë dhe i fuqishëm. Çdo vendim që marrim duhet të jetë në përmirësimin e jetës qytetarëve. Qytetarët kërkojnë rrugë të mira, shërbime administrative të shpejta, shkolla dhe kopshte të sigurta, një mjedis të pastër, lagje të gjelbruara dhe mbi të gjitha institucione që i dëgjojnë dhe ju përgjigjen qytetarëve. Ata duan një komunë që kujdeset për njerëzit e saj, për të moshuarit që kanë nevojë për mbështetje, për familjet me vështirësi, për persona me aftësi të kufizuar, për të rinj që duan mundësi dhe perspektivë. Dhe ne si përfaqësues të tyre nuk kemi të drejtë ja anashkalojmë këto nevoja. Përkundrazi, jemi këtu që t'i mbrojmë, t'i përfaqësojmë dhe t'i përmirësojmë kushtet e tyre. Sfidat që na presin. Askush nuk mund të mohojë se komuna jonë ka sfidat e shumta. Nga infrastruktura pa përfunduar tek nevoja për shërbime me të mira publike, nga papunësia tek sfidat sociale, nga mungesa e mjediseve rekreative tek nevoja për më shumë sigurinë e lagje. Këto sfida nuk duhet të na friksojnë, por ato duhet të na motivojnë. Kemi mundësinë të bëjmë ndryshime të dukshme, të avancojmë projektet infrastrukturore me efikasitet dhe transparencë, të përmirësojmë cilësinë e arsimit dhe të mbështesim shkollat tona, të mbrojmë mjedisin dhe të krijojmë më shumë hapësira të gjelbruara, të mbështesim ekonomitë lokale dhe të krijojmë vende të reja të punës, të rrisim investimet në kulturë, sport, rini për qytetin tonë. Këto janë vetëm disa ide, janë disa nevoja për komunitet, dhe këto projekte kërkojnë bashkëpunim dhe vizion dhe vendimore të guzimshme. Sot në këtë sallë kemi përfaqësues të partive të ndryshme politike, me qëndrime dhe idenë të ndryshme, por kjo është pasuria e demokracisë. Por për te dallimeve që kemi dhe përgjithësitë të përbashkëta, ne duhet të shërbejmë qytetarëve të Mitrovicës.
Dhënia e votës nuk na ka dërguar këtu të debatojmë pafund, por për të zgjetur zgjidhje, jo për të krijuar barriera, por për të hequr ato. Jo për të ndarë, por të bashkuar në misione përbashkëta për zhvillimin e shtetit. Ju ftoj të punojmë me respekt për njëri tjetrin, me vullnet dhe bashkëpunim për synimet dhe çdo vendim të këtij kuvendi. Nuk mund të kemi mendime të ndryshme, por duhet të kemi një qëllim të përbashkët: përmirësimi dhe jeta e qytetarëve. Le të pranojmë hapur, qytetarët presin më shumë nga ne, presin me shumë transparencë, me shumë efikasitet dhe me shumë përgjegjësi. Presin që ky kuvend të jetë zëri i tyre dhe jo i zëri interesave të mbyllura. Le të japim fund praktikave të vjetra që pengojnë zhvillimin. Le të sjellim frymën e re, mendim të ri dhe energji pozitive. Le të fokusohemi tek ajo që është më e rëndësishmja, të krijojmë një komunë ku qytetarët ndihen të sigurt, të respektuar dhe optimist për të ardhmen. Faleminderit për vëmendjen. Kalojmë te pika e dytë e rënë ditës. Te pika e dytë e rënë ditës, që është dhënia e betimit të kandidatëve për Asamblenë Komunale. Para se me dhonë betimin kandidat, paragrafi 5 na thot që të krijojmë një komision për verifikimin e mandateve. Atëherë lust partit PDK-n, Lëvizjen Vendosur LDK-n ka një antar të propozojnë për antar. Faleminderit. Nga Lëvizja Vendosur edhe nga LDK-ja. I lus antar të komisionit që komisionit të mund të del në votim. Kush është për? Të mund me vota unanime është po. Lus antar të komisionit që të dalin të tavolina me sekretarin edhe të përzgjedhet një kryetar nga të antarët. Faleminderit të nderuari kolegë Nasser, përshëndetje për gjithë, urime kryetarit fatmirësie për marrjen e detyrës, urime të gjithë kolegëve asamblesë. Para jush jam në cilësinë e kryetarit të komisionit për verifikimin e mandateve. Komisioni verifikoi mandatet nga 31 asamblesë, 30 janë për, 1 mungon. Nga Partia Demokratike e Kosovës, Arjan Tahiri. Kështu që gjithçka është në rregull dhe kuvendi mund të vazhdojë me punën. Faleminderit kryetarit të komisionit. Pasi që na dha sinjali për vazhdimin e tutje, do të ftoj anëtarët e kuvendit komunal që të ngrihen e kontë dhe të bëjmë betimin selam.
Do më thonë të gjithë anëtarët e kanë betimin para vetes, unë e lexoj deklaratën, ju pas meje e thënë çdo njëri emrin juaj. Unë Naser Muja betohem se do t'i kryej me nder, besikëri dhe pa anime e me përgjegjësi dhe sipas ligjit të tyrat dhe do t'i ushtoj autorizimet e mia si anëtar i Kuvendit Komunal të Mitrovicës, në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë dhe Kryetari i Komunës së Mitrovicës, zoti Fatan Beci. Unë, Fatan Beci, betohem që do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencat si kryetari i Komunës së Mitrovicës, me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme, me përgjegjësi dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që t'i siguroj kushte më të mira për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Atëherë të nderuar, me lejoni që t'ju adresohem në një fjalim tepër të shkurt, pas dhënies së betimit, kur dhe zyrtarisht jam kryetari i Komunës së Mitrovicës. Të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, i nderuar Ministri i Bujqësisë, Pilltarisë dhe Zhvillimit Rural, zoti Rimri Demelezi, të nderuar ish kryetar të Komunës së Mitrovicës, profesor Mursel Ibrahimi dhe Agim Bahtiri, e nderuara deputete e Kuvendit Republikës së Kosovës Arjeta Feza, të nderuar përfaqësues të mekanizmave të sigurisë nga Policia, Forca e Sigurisë së Kosovës, përfaqësues të klerit fetar, të nderuar përfaqësues të familje të dëshmorëve, e nderuara familje Boletini dhe gjithë ju përfaqësues të Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal, që monitorojnë seancën inauguruese, po edhe seancat e tjera, sekretar zoti Jeton Qela, të dashur të pranishëm dhe mbi të gjitha të dashur qytetar që ju përkulem me përullësi e përgjësi. Njerëz të mrekullueshëm të Mitrovicës, sot po betohem, kur u betova realisht, nuk kam fjalë të mëdha, por kam një premtim të sinqert. Kam ardhur që i armatosur të ofroj përkrahjen që t'i dalë zot qytetit e Mitrovicës. Jam përjet mirënjohës për besimin tuaj që më është dhënë përgjegjësia më e madhe që njeriu mund ta merr nga qyteti i tij. Mitrovica, ky qytet i historisë, krenarisë, rezistencës, vuajtjes, durimit e mosdorëzimit dhe ku çdo kaldrëm është i larë me gjak, këtë vit ka bërë për mua maksimumin e mundshëm, prandaj përgjegjësia për mua është tepër e lartë. Nga sot dera ime është e hapur për secilin pa dallim dhe me e pa protokoll. Do të punoj me ndershmëri, me zemër, me durim e me drejtësi, për me kthy dinjitetin e qytetit e Mitrovicës. S'ju premtoj mrekulli, por ju premtoj punë të ndershme çdo ditë. E nëse bashk e mbojmë fjalën ky qytet, që është qyteti më i bukur nën këtë qiell, ka me jetë përpara me nder, qetë, sigurt e me kokën lartë. Ashtu se meriton Mitrovica, sikurse e meritojnë qytetarët e këtij vendi.
Për këtë na duhet angazhim e përpjekje dhe unë jam I gatshëm me dhënë gjithçka nga vetja ime për të arritur këtë objektiv. Na duhet dashni për qytetin, na duhet kujdes, na duhet përkushtim, sepse Mitrovica është jo vetëm qyteti ynë, por është edhe zemra e Kosovës. Le ta fillojmë një kapitull të ri për Mitrovicën, duke ndjerë secili prej nesh peshën e historisë dhe të përgjegjësisë dhe duke pasur në mendje në zemër gjithë ata që kanë dhënë jetën për shqiptari, që nga Isa Boletini e deri tek heroi më I ri I Kosovës, Afrim Bunjaku. Na qof për hajër e na prift e mbara e fat për të gjithë. Të nderuar anëtarë dhe të pranishëm, duke falenderuar për mbarvajtjen e sotme dhe për bashkëpunimin tuaj, shpallte mbyllur seancën inauguruese të Kuvendit Komunal të Mitrovicës. Ju uroj një punë të mbarë dhe suksese në mandatin e ardhshëm. Agora.